Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga me Dr. Michael Youssef. Në programin ton të sotëm, Dr. Youssef, në vazhdim të serisë mbi letrën e Jakobit, do të ndalet në një çështje shumë të rëndësishme në kohën tonë. Ai do të na tregojë se të bësh dhe të mbash vendimet e duhura është me rëndësi etike. Të krishterët në rritje e sipër duhet të kenë një karakteristikë të trefisht, të jenë të shpejtë në të dëgjuar, të ngadaltë në të folur dhe të ngadaltë në zemrim. Jam e bindur miq se ky program do t'ju vlejë shumë, ndaj vendosni të qëndroni me ne. Me ju është Dr. Youssef. Welcome, listening friends. Mirë se vini dëgjues të dashur. You know, every new year, many people around the world make New Year's resolutions. Ju e dini se çdo vit të ri shumë njerëz në mbar botën marrin vendimet e vitit të ri. And they often, by February, all of these resolutions are forgotten. Dhe shpesh aty nga shkurti të gjitha këto vendime janë harruar. Making and keeping the right resolutions is of vital importance. Të bësh dhe të mbash vendimet e duhura është me rëndësi etike. And that's what I will talk to you about today. Dhe sot do t'ju flas pikërisht për këtë. In the past several broadcasts, we have learned about two marks of maturity in growing Christian. Në transmetimet e kaluara mësuam për dy shenjat e pjekurisë tek të krishterët në rritje. The first E para is that the believer grows through testing. është se besimtari rritet nëpërmjet provës. Secondly, Së dyti, we saw that the believer who says no to temptation is also a growing Christian. pam se besimtari që i thot jo tundimit është një krishter në rritje sipër. We saw that while testing is permitted by God, temptation comes from the evil one. Pam se ndërkohë që prova lejohej nga Perëndia, tundimi vinte nga i ligu. If Satan cannot prevent you from accepting Christ as your Savior, then his next effort is going to be directed at stomping your spiritual growth. Nëse Satani nuk mund t'ju ndalojë që të pranoni Krishtin si shpëtimtarin tuaj, atëherë përpjekja e tij e radhës do të jetë ngadalësimi i rritjes suaj shpirtërore. Among the weapons that God has given us to help us say no to temptation is the word of truth. Midis armëve që na ka dhënë Perëndia për të na ndihmuar që t'i themi jo tundimit është fjala e së vërtetës. If you're already looking at James chapter 1 beginning at verse 19, you can follow with me. Nëse jeni tek letra e parë e Jakobit kapitulli 1 duke filluar që nga vargu i 19, mund të më ndiqni. In verses 19 and 20, James gives us the fruit of what the word of God does in the life of a believer. Në vargjet 19 dhe 20, Jakobi na paraqet frytet e fjalës së Perëndisë në jetën e një besimtari. Then in the last two verses, he gives us some more of these fruits. Më pas në dy vargjet e fundit na jep dhe disa fryte të tjera. Growing Christians need to have a threefold characteristic. Të krishterët në rritje duhet të kenë një karakteristikë të trefisht. 1, 1. quick to hear. Të shpejt në të dëgjuar. 2, 2. slow to speak. Të ngadalt në të folur. 3, 3. slow to anger. Të ngadalt në zemërim. Why is James concerned about these qualities? Përse është Jakobi i shqetësuar për sa i përket këtyre cilësive? Because when we confront tough or tempting times, we tend to just reverse these three things. Sepse kur përballemi me kohë të vështira ose tundimi, tentojmë që t'i ndryshojmë këto tre kushte. My listening friends, I want you to think with me. Dëgjuesi i dashur, dua që të mendosh bashkë me mua. First, by quick to hear. Së pari duke qenë i shpejt në të dëgjuar. I think by nature we don't like to listen. Mendoj se nga natyra nuk na pëlqen të dëgjojmë. We fuss and we fume when we are hassled. Nervozohemi dhe shfrym nga inati kur bëjmë sherr. Our impulse is to act. We feel we have to do something. Natyra jonë impulsive kërkon që të veprojmë, ndjejmë se duhet të bëjmë diçka. And Satan knows that. Dhe Satani e di këtë. So he uses our testing to sneak in and apply enough pressure so that we will act impulsively and prematurely and fall into temptation. Kështu që ai përdor momentin e provës për të hyrë vjedhurazi dhe për të na vënë mes një presioni të tillë që të veprojmë në mënyrë impulsive, të nxitur dhe të bijmë në tundim. That is why Jesus taught us to pray, lead us not into temptation. Ja pse Jezusi na ka mësuar të lutemi, mos na çon në tundim. When the evil tempted Jesus, what did he do? Çfarë bëri Jezusi kur e tundoi djalli? Satan came to him
in relation to his most urgent and immediate need. Satani erdhi tek ai në momentin e nevojës më urgjente. For 40 days, Jesus had not eaten anything, and Jesus was ready to break his fast. Për 40 ditë Jezusi nuk ishte ngrënë asgjë dhe ishte gati të prishte agjërimin. Jesus was fasting in obedience to his Father's will. Jezusi po agjeronte në bindje ndaj vullnetit të Atit të Tij. But Satan comes in and he says, you can eat and you can do it now. Por Satani vjen dhe I thot: ti mund ta hash dhe që tani madje. You can do it independent of the Father. Ti mund të bësh këtë pavarësisht nga Ati. You have the power. Ti ke pushtetin. But instead, Jesus was quick to listen to the Father, not to the devil. Por në vend të kësaj, Jezusi ishte I shpejt për të dëgjuar Atin dhe jo djalin. When you are facing trials and tough times in your life, your anxiety level rises. Kur përballeni me sprova dhe kohë të vështira në jetën tuaj, niveli I ankthit rritet. These voices may be voices of fine people, but they are not the voice of God. Këto zëra mund të jenë të njerëzve të shkëlqyer, por nuk janë vetë zëri I Perëndis. But the only voice that you should be quick to hear is the voice of the Lord. Por I vetmi zë të cilin duhet të dëgjoni me shpejtësi është zëri I Perëndis. And the way you test the voice of the Lord is whether it is consistent with the word of God or not. Dhe mënyra se si e provoni zërin e Perëndis është nëse bie dakord apo jo me fjalën e Perëndis. So much for being quick to hear. Folëm kaq shumë rreth të treguarit të shpejt në të dëgjuar. What about slow to speak? Po për të qenë të ngadaltë në të folur, Now, this is a very difficult one. tani kjo është me të vërtetë e vështirë. When we are being tested, the natural reaction is that we say things that we shouldn't. Kur jemi në provë, reagimi ynë natyror është që të themi gjëra që nuk duhet I themi. We complain and grumble against the Lord. Ne ankohemi dhe murmurisim kundër Perëndis. I believe it's important to seek the guidance and the prayer of mature Christians. Besoj se është e rëndësishme të kërkojmë drejtimin dhe lutjet e të krishterëve të rritur. But don't go around to everyone who would listen and complain. Por mos shkoni tek çdo person që mund t'ju dëgjojë dhe të ankohet bashkë me ju. In the long run, it could harm your testimony. Më vonë mund të dëmtojë dëshminë tuaj. There is an old proverb that goes something like this. Një proverb e vjetër thot pak a shumë kështu: God created us with 2 ears and 1 mouth so that we should listen twice as much as we talk. Perëndia na ka krijuar me 2 vesh dhe një gojë që të dëgjojmë 2 herë më shumë se sa flasim. Quick to listen, Të shpejt në të dëgjuar, slow to speak, të ngadalt në të folur, thirdly, slow to anger. së treti të ngadalt në zemërim. Why is it that rage and anger do not work for the believer? Përse inati dhe zemërimi nuk janë për besimtarin? What is the reason for James' threefold command to Christians? Cila është arsyeja e këtij urdhërimi të trefisht të Jakobit për të krishterët? Verse 20 tells us why. Vargu I 20 na tregon përsen. It is because God's righteousness cannot be accomplished in us when we are angry. Për shkak se drejtësia e Perëndis nuk mund të përmbushet në ne kur jemi të inatosur. You will not become what God wants you to be as long as you are spitting and spattering. Ju nuk do të bëheni kurrë personat që Perëndia dëshiron që të bëheni për aq kohë sa zjeni nga inati. The scripture is full of examples of men and women who let their anger smudge their relationship with God. Shkrimi është plot me shembuj të burrave dhe grave që lejuan zemërimin të njolloste marrëdhënien e tyre me Perëndin. Their anger blinded them from discerning the will of God. Inati I verboi që të mos shihnin vullnetin e Perëndis. Their anger rendered them unresponsive to God's leading and often with terrible consequences. Inati I bëri që të mos reagonin ndaj drejtimit të Perëndis dhe shpesh kjo kishte pasoja të tmerrshme. Cain disobeyed a simple instruction and he came to the altar with the wrong sacrifice. Kaini nuk ju bind një urdhri të thjeshtë dhe shkoi në altar me sakrificën e gabuar. Angered at God's rejection of his offering, he took his anger out on his obedient brother and killed him in a fit of rage. I natosur me refuzimin që I bëri Perëndia sakrificës së tij, e nxori zemërimin mbi vëllain e tij të bindur duke e vrarë, ndërsa zjente nga inati. How many times did we kill someone's reputation or their name simply because they were obeying God? Sa herë kemi vrarë reputacionin e dikujt ose emrin e tyre thjesht sepse ata po I bindeshin Perëndis? Moses succumbed to anger, striking the rock instead of speaking to it as he had been told by God. Mojsiu ju dha inatit duke goditur shkëmbin në vend që t'i fliste ashtu siç I kishte thënë Perëndia. The consequences were that Moses was never allowed to enter into the promised land.
Pasoja ishte se Mojsiu nuk u lejua kurrë që të hynte në tokën e premtuar. How many times do we strike instead of speaking? Sa herë godasim në vend që të flasim? Jonah was placed in the body of a whale by God until he agreed to go to Nineveh. Jona qëndroi në barkun e një balene derisa ju bind Perëndis që të shkonte në Ninive. Later on, Jonah became furious that things did not turn out the way he wanted or expected. Më vonë, Jona u inatos sepse gjërat nuk po shkonin ashtu si dëshironte apo siç priste ai. He spent the rest of his years pouting and steaming under a tree. Ai kaloi pjesën e mbetur të jetës së tij poshtë një peme, duke varur turind dhe duke zier nga inati. He could not accomplish much for God. Ai nuk mund të përmbushte shumë për Perëndin. He became ineffective because he allowed his anger to take hold. Ai u bëi padobishëm sepse lejoi që inati i tij të merrte kontroll. My listening friends, I want to tell you something that comes to you directly from the Word of God. Dëgjuesi i dashur, dëshiroj të tregoj diçka që vjen drejt për drejt nga fjala e Perëndis. Unless you deal with your anger and surrender your anger, God will not bless you or use you. Po të mos përballeni me inatin tuaj dhe ta dorëzoni atë, Perëndia nuk do t'ju bekoj apo t'ju përdor. How should we react when testing times come? Si duhet të reagojmë kur vjen koha e provës? In two ways, according to verse 21. Sipas vargut 21 në dy mënyra. 1. Së pari, Lay aside evil. hiqni çdo ndyrësi. 2. Së dyti, Receive the implanted word of God. pranoni fjalën e Perëndis të mbjellë në ju. James sees the human heart as a garden that if left to itself, the soil will produce only weeds. Jakobi e shikon zemrën njerëzore si një kopësht. Nëse nuk kujdesemi, toka do të prodhoj vetëm farara të këqija. So he urges us to pull out the weeds and to prepare the soil for the implanted word of God. Kështu që ai na lutet që të shkulim farërat e këqija dhe të përgatisim tokën për fjalën e mbjellë të Perëndis. It is utter foolishness to try to receive the word of God into the soil of your heart when your heart is full of weeds of anger, bitterness, envy, and resentment. Është plotësisht budallallëk të përpiqesh të pranosh fjalën e Perëndis në tokën e zemrës tënde, kur ajo është e mbushur plot me farëra të këqija të inatit, të zemërimit, zilis dhe hatërmbetjes. All these weeds are going to choke off the seed of the word. Gjithë këto farëra të këqija do t'i zënë frymën farës së fjalës. You can read the Bible as long as you want and it will have no effect. Why? Ju mund të lexoni Biblën sa të doni, por pa dobi. Përse? Because you have not pulled out the weeds of anger. Sepse nuk keni shkulur farërat e këqija të inatit. How do you get rid of the weeds? Si çliroheni ju nga farërat e këqija? First, by confessing and asking God to forgive you. Së pari duke rrëfyer dhe duke i kërkuar Perëndis falje. Second, by asking God to plow the hardness of your heart. Së dyti duke i kërkuar Perëndis të thyej fortësinë e zemrës suaj. Thirdly, by saying, Lord, let your word take so much of a hold in my life that the weeds will not be allowed to come back. Së treti duke thënë, Perëndi, bëj që fjala jote të ketë aq shumë kontroll në jetën time, sa që farërat e këqija të mos mund të kthehen sërish aty. How does the word do this in your life? Si e bën fjala këtë gjë në jetën tuaj? Certainly not by opening the Bible and looking for a quick 10-minute fix. Sigurisht jo duke hapur Biblën dhe duke vëzhguar për 10 minuta fiks. When you read the word of God, ask yourself the following questions. Kur lexoni fjalën e Perëndis, bëjini vetes këto pyetje. Is there an example for me to follow? A duhet të ndjek ndonjë shembull? Is there a command for me to obey? A ka ndonjë urdhër të cilit duhet i bindem? Is there any error for me to avoid? A ka ndonjë gabim që duhet ta shmang? Is there any sin for me to renounce? A ka ndonjë mëkat që duhet ta braktis? Is there any promise for me to claim? A ka ndonjë premtim që duhet ta pohoj? Is there any new thought about God? A ka ndonjë mendim të ri rreth Perëndis? Is there any new thought about the Lord Jesus Christ? A ka ndonjë mendim të ri rreth Zotit Jezus Krisht? Is there any new thought about the Holy Spirit's ministry in my life? A ka ndonjë mendim të ri rreth shërbesës së frymës së shenjtë në jetën time? But notice something else James said. Por vini re diçka tjetër që tha Jakobi. He said, you receive this word with meekness. Ai tha merreni këtë fjalë me butësi. Most people think that meekness means weakness. Shumica e njerëzve mendojnë se butësi do të thotë dobësi. No, but meekness is the opposite of wrath. Jo, por butësia është e kundërta e zemërimit. When you receive the word of God with meekness, it means you accept it. Kur e merrni fjalën e Perëndis me butësi, do të thotë që ju e pranoni atë. It means that you don't argue with it.
Do të thotë se nuk e vini në dyshim. It means that you honor it as God's own words. Do të thotë se e nderoni si vetë fjalën e Perëndis. It means that you don't twist it to conform to your thinking. Do të thotë se nuk e përdridhni sipas mendimeve tuaja. It is so important that you not only read and comprehend the Word of God, but that you obey the Word of God. Është kaq e rëndësishme që jo vetëm të lexoni dhe të kuptoni fjalën e Perëndis, por dhe që t'i bindeni asaj. Let us read together verses 22 to 25. Le të lexojmë së bashku vargjet 22 deri në 25. Dhe bëuni bërës të fjalës dhe jo vetëm dëgjues që gënjen vetveten. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. Ai e shikon veten dhe pastaj ikën duke harruar menjëherë se si ishte. Ndërsa ai që do të shikojë me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë dhe ngulmon atë, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet. James is saying that if a person reads the Bible regularly, but he or she lives a life the same way as unbelievers, then reading the Bible is like reading the newspaper. Jakobi po thotë se nëse një person e lexon rregullisht Biblën, por ai ose ajo jeton njësoj si jo besimtarët, atëherë të lexosh Biblën për ta është tamam si të lexosh gazetën. It will not change you. Kjo nuk do t'ju ndryshojë dot. James said it is like the person who gets out of bed and he looks in the mirror, and what does he see? Jakobi tha se një besimtar i tillë i përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në pasqyrë dhe çfarë shikon? He sees whiskers and disheveled hair, yellow teeth and bleary eyes. Ai sheh mjekrën, flokët e çrregullt, dhëmbët e verdhë dhe sytë e turbullt. And he walks away, and few minutes later he forgets what he looked like. Pastaj largohet dhe pak minuta më vonë harron se si ishte. So he goes to work and somebody notices this kind of shabby condition. Kështu që shkon në punë dhe dikush aty vëre këtë njeri të lëm pas dore. And he says, "What's wrong with you?" Dhe ai i thot, "Çfarë nuk shkon me ty?" The man will say, "There's nothing wrong with me. Dhe burri do t'i thot, "Nuk kam asgjë. I looked in the mirror this morning." Unë sot në mëngjes u pash në pasqyrë." But you see, the mirror does not improve your appearance. Por siç e shikoni, pasqyra nuk e përmirëson pamjen tuaj. There is no mirror that can shave a man's beard Asnjë pasqyrë nuk mund ta ruaj mjekrën e një njeriu, or comb your hair apo të kre flokët, or brush your teeth. apo të laj dhëmbët. The mirror's purpose is to show you what you need to do. Qëllimi i pasqyrës është të tregojë se çfarë duhet të bësh. So reading the Bible does not do a bit of good if you are not willing to obey God's word. Kështu që nëse nuk je i gatshëm të bindesh fjalës së Perëndis, të lexosh Biblën nuk të bën as pak mirë. When we look into the Bible, we see our faults. Ndërsa shohim Biblën, vëmë re fajet tona. We see the weakness of our faith, Shohim dobësinë e besimit ton, our greed, xhelozin ton, our idolatry, zilin ton, our backbiting. idhujtarin ton. But just seeing these smudges and blemishes does not take them away. Por thjesht fakti që i sheh këto njolla nuk do të thotë se i largon. The Bible exposes our sins, Bibla vën në dukje mëkatet tona, but we are the ones who have to ask for cleansing. por ne jemi ata që duhet të kërkojmë të pastrohemi. People who hear the word of God but do not obey it are candidate for frustration. Njerëzit që dëgjojnë fjalën e Perëndis por nuk i binden, janë kandidat për të dështuar. Why? Përse? Because they are hearers of the word and not doers of it. Sepse ata janë dëgjues të fjalës por jo bërës së saj. But guess what? This is not new. Por a e dini çfarë? Nuk është ndonjë gjë e re. 600 years before Christ, the prophet Ezekiel was preaching to the children of Israel. 600 vjet para Krishtit, profeti Ezekieli predikonte fëmijëve të Izraelit. They were coming and sitting and listening and soaking up the words. Ata vinin, uleshin, dëgjonin dhe kapnin fjalët. But God saw what was happening. Por Perëndia e pa se ç'po ndodhte. He saw their hearts, Ai pa zemrat e tyre and he did not like what he saw. dhe nuk i pëlqeu ajo që pa. Listen to what God said in Ezekiel 33:31. Dëgjoni se ç'tha Perëndia tek Ezekieli kapitulli 33 vargu 31. Kështu vinte këti ashtu si bën njerëzia, ulen para teje ashtu si bën populli im dhe dëgjojnë fjalët e tua, por nuk i vënë në praktik. Me gojën e tyre pra tregojnë dashuri të madhe, por zemra e tyre shkon pas flijimit të tyre të padrejtë. How does obedience to the word of God manifest itself? Si manifestohet bindja ndaj fjalës së Perëndis? What is the fruit of not only reading and hearing the word of God, but also doing it? Cili është fryti jo vetëm i leximit dhe i dëgjimit të fjalës së Perëndis, por edhe i zbatimit të saj? Verses 26 and 27 give us the answer.
Vargjet 26 dhe 27 na japin përgjigjen. When James talks about religion here, the word has nothing to do with ceremonies and rituals. Kur Jakobi flet për fen këtu, fjala e përdorur nuk ka as pak lidhje me ceremonitë dhe ritualet. Pure religion means the practice of God's word and sharing it with others. Fe e pastër do të thotë të praktikosh fjalën e Perëndisë dhe ta ndash atë me të tjerët. How do you do that? Si e bëni ju këtë? When you hear God's word as we speak it to you right now, what do you do with it? Kur dëgjoni fjalën e Perëndisë ndërsa e përcjellim tek ju tani, çfarë bëni ju me të? Do you keep them to yourself? A e mbani atë për vete? Or do you share them with others? Apo e ndani atë me të tjerët? God blesses us in order that we may be a blessing to others. Perëndia na bekon që të jemi bekim për të tjerët. This is a biblical principle. Ky është një parim biblik. The first manifestation of a practicing Christian is that you have your tongue under control. Manifestimi I parë I një të krishteri praktikues është që të ketë nën kontroll gjuhën e tij. Why is the tongue or speech or what we say is so important? Përse është kaq e rëndësishme gjuha, mënyra e të folurit apo fjalët që themi? Because the tongue reveals what is in the heart. Sepse gjuha zbulon atë që është në zemër. The Bible teaches that what comes out of your mouth reveals what's really in your heart. Bibla na mëson se fjalët që dalin nga goja jon zbulojnë në të vërtetë se çfarë ka në zemrën tonë. If your lips are not moving in praising God, it is because your heart is not thankful to God. Nëse buzët tuaja nuk lëvizin për të lavdëruar Perëndin, do të thotë se zemra juaj nuk është mirënjohëse ndaj Perëndisë. If your lips are always criticizing, it is because there is in your heart a critical spirit. Nëse buzët tuaja kritikojnë vazhdimisht, do të thotë se në zemrën tuaj keni një shpirt kritikues. If your mouth is cursing, it is because your heart has not come completely under the control of God. Nëse goja jon mallkon, do të thotë se zemra jon nuk është ende plotësisht nën kontrollin e Perëndisë. May I ask you a personal question? A mund t'ju bëj një pyetje personale? Do you criticize or do you encourage? Kritikoni apo inkurajoni? Do you bless or do you curse? Bekoni apo mallkoni? Do you build up or you tear down? Ndërtoni apo shkatërroni? In Matthew 12:34, Jesus said, out of the flow of the heart the mouth speaks. Tek Mateu kapitulli 12 vargu 34 Jezus I tha, çka zemra flet goja. The second characteristic of a practicing Christian is that he is compassionate. Karakteristika e dytë e një krishteri praktikues është se ai është I mëshirshëm. Compassion is love in action. Mëshira është dashuri në veprim. It is love with hearts and hands and feet and resources and talents. Është dashuri me zemër, me duar dhe këmbë, me pasuri dhe me talent. It means doing something for others. Do të thotë të bësh diçka për të tjerët. It means you don't get wrapped up in yourself and your plans. Do të thotë se ju nuk jeni të mbyllur në vetvete dhe në planet tuaja. Then there is a third characteristic that separates Christians from the rest of the world. Pastaj ka një karakteristikë të tretë që ndan të krishterët nga pjesa tjetër e botës. The third characteristic is separation from the world. Karakteristika e tretë është ndarja nga bota. Now, the word world here means a society without God. Fjala bot këtu do të thotë një shoqëri pa Perëndin. It is the same word here as we were told in the scripture that Satan is the prince of this world. Është e njëjta fjalë këtu, ashtu si na është shkruar në mësime se Satani është princi I kësaj bote. How do we get separated from the world? Si largohemi ne nga bota? Do we run into the mountains? A ja mbathim në male? Do we hide from people? A fshihemi nga njerëzit? No. Jo. James is saying that by your very righteousness and holy living, you are standing out. Jakobi thot se ju qëndroni nëpërmjet drejtësisë suaj dhe mënyrës së shenjtë të të jetuarit. People may ridicule you for it. Njerëzit mund t'ju përqeshin për këtë gjë. You may suffer rejection and mockery from the world. Ju mund të vuani refuzimin dhe përqeshjet e botës. But nonetheless, you stand tall for God and for God's principles and values. Por megjithatë, qëndroni për Perëndin, për principet dhe vlerat e Tij. The temptation always is that we so subtly get maneuvered into compromising. Tundimi është gjithmonë që ne të manovrohemi lehtë për të komprometuar. You compromise on one issue, then those who saw you compromising on one issue, they would say, well, you did it before, you can do it again. Ju kompromentoheni në një çështje, pastaj ata që ju kanë parë se jeni komprometuar diku do të thonë, e ke bërë më përpara, mund ta bësh sërish. And then the next area. Dhe më pas një pjesë tjetër. And the next area. Dhe një pjesë tjetër. And before you know it, you are conforming to the world's standards. Dhe përpara se ta kuptosh, je pajtuar me standardet e botës. Lot is the best example of this.
Loti është shembulli më i mirë për këtë. First, he pitched his tent towards Sodom, Së pari ai ngriti tendën e tij në drejtim të Sodomës, near Sodom, afër Sodomës, close to Sodom, ngjitur Sodomës, overlooking Sodom. me pamje nga Sodoma. The next step was that he moved into Sodom. Dhe hapi tjetër ishte që u zhvendos për në Sodom. But then the third step was, before long, Sodom moved into him. Por, pastaj, hapi i tretë ishte se shpejt Sodoma u zhvendos tek ai. Lot lost his testimony even with his own family. Loti humbi dëshminë e tij, madje dhe familjen e tij. And when judgment fell upon Sodom, Lot lost everything. Dhe kur gjykimi ra mbi Sodom, Loti humbi gjithçka. Jesus, on the other hand, was unspotted, Në anën tjetër, Jezusi ishte i panjoll, undefiled by the world. i pandotur nga bota. Yet it was said of him that he was a friend of publicans and sinners. Por atij i thanë se ishte mik i baristëve dhe i mëkatarëve. The word of God and obedience to it can help you to develop and grow into a full stature of Christ. Fjala e Perëndisë dhe bindja ndaj saj mund t'ju ndihmojë që të zhvilloheni dhe të rriteni në shtat me Krishtin. And this is the third step in the 12 steps for growing up. Dhe ky është hapi i tretë në 12 hapat e rritjes. And I pray that God will use it to bless your life. Dhe unë lutem që Perëndia ta përdorë për të bekuar jetën tuaj. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri në takimin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft. Të dashur miq, minutave të programit tonë ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Jusef na tha sot se kur jemi në provë, reagimi ynë natyror është që të themi gjëra që nuk duhet. Në vend që të presim me bindje dhe durim përpara Zotit, ankohemi dhe murmurisim kundër tij. Ai na këshilloi që në situata të tilla është shumë e rëndësishme të kërkojmë drejtimin dhe lutjet e të krishterëve më të rritur. Por bëni kujdes, mos shkoni tek një person që mund t'ju dëgjojë dhe të ankohet bashkë me ju. Përkundra, zgjeni dikë që do t'ju jap këshilla të perëndishme. Deri tani kemi parë 3 hapat që tregojnë për rritjen tonë shpirtërore. Hapi i parë ishte të përgjigjemi provave me durim dhe besim. Hapi i dytë është të rezistojmë tundimit. Hapi i tretë është të lexojmë dhe të bindemi fjalës së Perëndisë. Në programin tonë të erësarshëm, Doktor Jusef në vazhdim të serisë mbi letrën e Jakobit, do të ndalet në hapin e 4 të procesit të rritjes shpirtërore të një besimtari. Të mësosh të duash edhe ata njerëz që ke të vështirë të duash në mënyrë të natyrshme. Emisioni ynë i erësarshëm do të jetë jashtëzakonisht i vlefshëm për ecjen tonë të përditshme. Ndaj do t'ju ftohet në ndiqnit. Ju kujtoj miq se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshëm.